Kam një mesazh për socialistët e ndershëm, jo për ata të 77-313-ës. Pse pranoni të trajtoheni si dele, si njerëz pa tru që u tërheqin nga mundo? Në 2013 të paktën donin të vinin në pushtet. Po kësollët në pushtet. Kush përfiton? Ju, familjet tuaj, apo Lalieri, Saja, Benameta, Ilir Beqa, Ilir Meta, Gjush Dako, Ter Koka, Vis Roshi dhe gjithë qeta tyre. Ju dhatë pushtetin, ata e ndanë mes kriminelve, të korruptuarve, përdhunuesve dhe të trafikantëve. A nuk ndjeni turp? Ju, që kurseni deri dhe nga buka e gojës për të arsimuar fëmijët tuaj, kur ai ju dorëzoi pushtetin banditëve, dhe ju prap nga pas si del. Rezultati, parat tuaja në xhepat e pushtetarëve, ndërsa ju prap me gisht në gojë. A nuk ndjeni të turpruar kur i shihni ata që ju keni besuar, i keni votuar, duke notuar në parat vjedhura, të mykura në përbodrume, kurse ju s'mund bëni dot asnjë javë pushime. Ata ju vjedhin, ju poshtrojnë, ju gënjejnë, ju lënë pa bukë, pa tarme, dhe prap ju tërheqin pas si derrat në luc. Me 11 maj tregoni që nuk jeni dele. Shumë prej jush kanë reflektuar, shumë prej jush e kanë kuptuar se nuk mund të vazhdojnë të votojnë për të pasuruar një grush njerëzish dhe për mbajtur mbi supe njollën e turpit të një grupi që u ka shërbyer vetëm të korruptuarve dhe vetëm kriminalëve. Ju e keni në dorë. O jeni me Shqipërinë, o jeni me Edi Ramën. Nëse jeni me Edi Ramën, jeni kundër Shqipërisë, jeni kundër familjeve tuaja.